Gjatë rrugës Naim Beka, në mrena në fshat Dobrov, me ka ndalë mu, me ka sharë, me ka fyer, ofenduar e kërcënuar, me non, bab, familje, fëmite me vorret dhe gjithçka. Kam shkuar edhe one, i kam grej, i kam të rek, kemi njoftuar policie në vetë që ka ndodhë kë ofendim, kështu që nga mos dorimi i humbjeve të një pas njëshme, po mundohet me ullë kredibilitetin e PDAK-s dhe timin e përgjithësi, por me kthen duke luar aktorin e viktimës, duke luar aktorin që rretën, shajtën, banën, nuk besoj që është mirë as për qytetarët, as për komunitetin Ashkali. Se por ju përshëndes juve që dëshironi të kërkoni këtë sharem dhe të vërtetën, me datën 12 gjatë ditës së procesit zgjedhor, ka shku gjithçka në rregull dhe gjithçka ka qenë okej, dhe zotri Danush Ademi gjatë rrugës Naim Beka, në mrena në fshat Dobrov, me ka ndalë mu, me ka sharë, me ka fyer, ofenduar e kërcënuar, me non, bab, familje, fëmite me vorret dhe gjithçka çka i ka ardhur në gojë, e cila o kulturë e tij dhe jo e jamja, dhe unë fare nuk kom reaguar, dhe jam larguar nga ai moment, dhe kam kthyer punët e mia. Pastaj familjarët e me e kanë kuptuar këtë çështje nga të tjerët, jo nga unë, që ai më ka ndalë dhe më ka ofenduar sharë dhe gjitha nuset, gratë, varë dhe gjitha tjerat, dhe kështu që ju na ofruar për të sharuar ofër lokali i tij, sa ai nuk është apo lokali i tij, kafeteri është, Edi Kafe, o një kafeteri e djali i tij, ju na ofruar për ta vetur pse bre burr po shom, se po bën përçarje, sen, a i prap me atë krenarien e ti, edhe ata i ka ofenduar dhe ju në nëzit gjokrat, dhe ka orë deri të një kacafytje, ju rreje, ju, asë deri të një kacafytje që shihet edhe një video se ka pasë edhe dëshmitar atë që nuk u ka një farë rreje që shaj po pretendan, dhe familjarët të me, kam shkuar edhe one, i kam grej, i kam të rek, kemi njoftuar policie në vetë që ka ndodhë kë ofendim, pastaj deklarat kom dhënë one familjare Danushi, jemi liruar, është në procedurë të rregullt, landa në hetime, do të dëgjohen gjitha deklaratat, do të dëgjohen gjithë dëshmitarët, por një gjë është e vërtetë. Danush Ademi gjitha zgjedhjet i ka humbur nga viti 2019 nga on, dhe ai tani edhe këto zgjedhje me këtë iniciativën qytetare që e formoi para 2 muajve, edhe këtë zgjedhje i ka humbur, domethënë jam me vota më shumë që shihet edhe në platformën e KQZ-s, kështu që nga mos dorimi i humbjeve të një pas njëshme, po mundohet me ullë kredibilitetin e PDAK-s dhe timin e përgjithësi, por me kthen duke luar aktorin e viktimës, duke luar aktorin që rretën, shajtën, banën, nuk besoj që është mirë as për qytetarët, as për komunitetin Ashkali. Na jemi një popull i vogël, na duhet unitet, na duhet kulturë, na duhet u konkret bashkë, po përçarjet e cilat i ka bën nga ardha e tij në politikë nuk janë mirë dhe nuk kanë dobi në komunitetin tonë. Qytetarët Ashkali e njohin Qazem Ramonin, e njohin Danush Ademin, kur në jetën tem nuk kam pas konflikt me askon, nuk moj popullin me shtime zar me dish Danushin, kështu që ai din punët e veta, ai din momentet e veta, ajo duke e përdor këta vetëm për marketing politik, dhe është duke e përdor këta vetëm që të penalizoj apo të kqyr të bën ndonjë dëm në familjen time, por nuk është e mirë as për ta as për ne, dhe kjo nuk ka të bëjë as me procesin zgjedhor, as me zgjedhjet, as me parti politike, as me pozitën tëm sekretari PDAK-s, kjo ka të bëjë urrëtie, përçarje ndaj me dhe familjes time që çdo herë po e mundmi me vullnet qytetarëve e jo me gjërat sikur i përdor ai. Po ju që si kemi dërgu, pas që e kina pas në jetë mi dërgu, aty na shtabët i kina pas afër 10 metra në me tjetrin. Danush Ademi ka sharë, ka ofenduar familjen time, pastaj ka ardhur deri te kacafytja, nuk ka qenë rreje. Domethënë, ka qenë një provokim herën e parë, ju shtyn me zveti me fjalë, pastaj ka ngrit tensioni, por nuk ka qenë rreje, ka qenë një kacafytje dhe dëshmitar të rastit i kanë dhënë 2 palët, kum shku edhe unë, i kum marr familjarët e me, i kum largu, kaç ka përfundu. Po ai pas humbjes aty u mundu tash të me arsye të vetin, zoti e boftaj, unë e ftoj Danush Ademin
që mos bën kësi intriga jo të moralshme, sepse na jetojna me një vend banem, jetojna me një vend dhe nuk është e mirë dhe për popullin tonë dhe për ata përgjithësi, edhe për familjen e tij dhe për ta nuk ka e mirë dhe nuk ka e jeshme. Na jena ftyra publike dhe mi bë këta gjëra nuk ka e jeshme, por qytetarët nuk ban t'i provokon, a janë familjar të me, a kush do të qofshin, fëmijët nuk shohen, varrët nuk shohen, gratë e huaja nuk shohen, po aje ka tregu kulturën e vet dhe normalisht djemtë janë shumë të ri, ka 17 vjet, 18 vjet, nga mosdurimi, ndoshta kanë desh me ngrit tensione, por që fati i mirë s'ka deri te një rraje që po pretendon ai. Edhe një gjë, unë e kam edhe një video këto, ku qytetarët e rastit kalimtar e kanë bërë atë video, ku Danush Ademi shihet duke i shar familjarët e me dhe mu personalisht, pastaj ka ardhur deri te kjo tensioni i nxehtë. Po fare s'ka të bëjë me procesin politik, fare s'ka të bëjë me zgjedhjet lokale, sepse zgjedhjet kanë shkuar mirë, edhe i falenderoj gjithë qytetarët që e kanë përkrah PDAK-ën. Kom op,